Shumica e njerëzve janë të shqetësuar për mundësinë e vjedhjes së llogarive të tyre në mediat sociale, por një studim i ri tregon se njerëzit që njohim shpesh hyjnë në llogaritë tona pa lejen tonë. Në një studim të 1308 përdoruesve të Facebook nga Universiteti i British Columbia, u zbulua se 24% ose më shumë se 1 në 5 persona kishin zhbiruar në llogaritë e Facebook të miqve të tyre, partnerëve apo antarëve të familjes. Është praktikë e njohur. Mesazhet të private, fotografitë apo videot janë objektiv. Kur dikush e ka lënë llogarinë hapur në kompjuter ose telefon, shprehet Wali Ahmed Usman, autori i studimit. Pjesëmarrësit pranuan se i kanë futur hundët tek llogaritë e miqve, familjarëve apo partnerëve nga kurioziteti apo për argëtim. Për shembull, vendosja e një statusi ose e një fotoje për humor në profilin e viktimës. Motivet e tjera ishin të errta, si xhelozia apo armiqësia. Zhbiruesit xheloz fokusoheshin në mesazhe personale dhe përdornin llogarinë për 15 minuta ose më shumë. Pasojat ishin të rëndësishme. Në shumë raste i dhanë fund marrëdhënies, shtoi ndër të tjera autori i studimit.